Një grua vdes duke lënë pas një bie që e urrien. Motiv? Ajo e braktisi kur ishte e vogël. Por pas vdekjes, ajo kthehet çdo natë në ëndër. Jo si fantazm, por si një prani e butë. Pa fajsuar, pa ankohet, thjesht thot: unë të fal, vetëm grohje brenda zemrës. Por ende nuk kupton pse. Bigja fillon të dëgjoj atë zë çdo herë që ndëron. Ti je e lumtur, unë jam mirë. Nuk ka frikë, por pyet veten, pse po më fal? Një ditë në varë, thot, nëse je aty, unë nuk kam nevojë që ti më falësh. Unë dua që ti jesh mirë. Dhe një herë but fryn nga asgjë, si një lamtu mirë. Një djalë tradhton mikët e tij në një moment vendimtar. Vjen keqardhje, por vdes para se të thotë më fal. Shpirti i tij rri pranë tyre. Çdo herë që ata flasin për të, ai provon të thotë unë të fal, por vetëm një prej tyre e ndjen. Një ftohtësi e butë, një frymëmarrje e padukshme. Një nga mikët e dashit fillon të vuajë nga ankth. Një natë në ëndër e sheh atë, pa fytyrë të qartë, por me zë. Unë të fal që ju humba besimin. Ai zgjohet duke qarë dhe thot: unë të kam falur. Atë natë, një foto e tij digjet vetë në çadër, pa arsye. Një baba i vdes duke lënë pas një djalë që e akuzoi për vdekjen e nënës. Ai nuk arriti t'i thoshte: më fal që nuk isha i fortë. Pas vdekjes, ai kthehet çdo herë që djali bën një gabim. Unë të fal. Një ditë, djali thot: unë nuk kam nevojë që ti më falësh. Unë dua që ti jesh i lumtur. Dhe ai zhduket. Një grua gjen një letër të fshehur nga e shoqja e vdekur e motrës së saj. Më fal që e desha atë që ti donte. Ajo e djeg para varrit. Flakët formojnë një dorë që i buzëqesh, dhe një zë thot brenda: tani jam e lirë. Ajo e di, motra e saj ishte duke u çliruar. Një femër vdes pas një lidhjeje të thyer. Por shpirti i saj kthehet tek ish bashkëshorti i saj, që jeton me ankth. Çdo herë që ai mendon se ka gabuar, dëgjon: unë të fal që nuk isha më e durueshme. Ai nuk e sheh, por e di, dikush po e ruan nga vetmia. Një mësues vdes duke lënë pas një nxënës që i than: ti na tradhtove. Ai nuk arriti të thoshte: unë të fal që nuk isha i lumtur. Pas vdekjes, ai kthehet në sallën e mësimit. Kur një nxënës lexon një letër publike: ne të kemi falur, ai fillon të zhduket, me një buzëqeshje. Një vajzë vdes duke lënë pas një motër që e akuzoi për theft. Por shpirti i saj kthehet çdo herë që motra vuajt nga faji. Unë të fal që ti më desi e keq. Një ditë unë të kam falur, dhe një lule e rrallë digjet vetën në obor, si një lam të mirë. Një ushtar vdes në betejë, pasi la mikun e tij të vdiste. Ai nuk arriti t'i thoshte: unë të fal. Shpirti i tij rri pranë familjes së mikut. Çdo vit në datën e vdekjes, temperatura bie, dhe një zë thot brenda mendjes së bijës: unë të fal. Ajo fillon të thot: ti je i lumtur, tani mund të shkosh. Një nën vdes duke lënë pas një bie që e akuzoi për divorcin e prindërve. Ajo nuk arriti t'i thoshte: unë të fal që isha e dobët. Pas vdekjes, ajo kthehet çdo herë që bia fle. Një natë bia thot në zë të ulët: unë të kam falur. Dhe në atë çast një fladin bie nga asgjë, si një puthje e fundit. Një babai vdes duke e lënë pas një djalë që e akuzoi për keqtrajtim. Ai nuk arriti t'i thoshte: unë të fal që nuk isha i dashur. Shpirti i tij rri pranë tij për vite. Kur djali bëhet babai, thot: unë nuk dua që biri im të më friksojë si unë ty, dhe shton: unë të kam falur. Atë natë ai e sheh aty duke buzëqeshur. Dhe pastaj zhduket. Një grua gjen një letër të fshehur nga motra e saj e vdekur. Më fal që u largova kur kishe nevojë. Ajo e lekson para varrit. E djeg. Flakët formojnë një dorë që i ngroh fytyrën, dhe një zë thot brenda: tani jam e lumtur. Ajo e di, motra ishte duke u çliruar. Një vajzë 10 vjeçare vdes duke lënë pas një motër që e akuzoi për thyrjen e lodrës së saj të preferuar. Por shpirti i saj kthehet çdo herë që motra vuajt nga faji. Unë të fal që ti desha keq për një lodër. Një ditë, motra thot:
unë të kam falur. Dhe lodra digjet vetë, si një lamdymir. Një kirurg vdes pas një gabimi që vrau një pacient. Ai nuk arriti t'i thoshte familjes, të falë. Shpirti i tij ri në spital, çdo herë që një mjek i ri trembet, dëgjon, të falë që desha jetëm. Një ditë, dikush thot ti je njeri, ti ke gabuar, ti je i lumtur. Dhe ai fillon të zhduket. Një burr vdes duke lënë pas një gruan që e tradhtoi. Ai nuk arriti t'i thoshte, të falë që nuk isha i besnik. Shpirti i tij ri pranë saj. Çdo herë që ajo fle, dëgjon, të falë. Një ditë, ajo thot, të kam falur. Dhe një copë e para fjalës së tyre digjet vetë, si një fund i bukur. Një ushtar vdes duke lënë pas një bashkëshorte që e akuzoi për vetëmsi. Ai nuk arriti t'i thoshte, të falë që nuk isha aty. Shpirti i tij ri pranë saj. Kur ajo thot, të kam falur, ai shkon te varri i tij, jo si hije, por si dritë. Dhe pastaj zhduket. Një djali vdes në orën 3:11. Çdo vit në atë orë, motra e tij thot, të kam falur, por kur nuk ndodh asgjë. Derisa një ditë thot, dua që ti jesh i lumtur. Në atë çast, ora në mur ndizet vetë, me numrat argjendi, dhe pastaj fiket për gjithmonë. Ajo e di, ai ishte duke u çliruar. Një grua dëgjon një zë në mendjen e saj, të falë. Fillimisht mendon se është ankth, por pastaj kupton, është vëllai i saj i vdekur. Ajo nuk i tha dot të dua para se të vdiste. Ajo thot të dua, të kam falur, dhe zëri thot, tani jam i lumtur. Kur një shpirt kthehet, nuk është për hakmarrje. Është sepse ka mbetur diçka e paplot. Dhe disa njerëz nuk duhen falur nga të gjallët, por duhen falur nga ata që kanë vuajtur. Kur një i vdekur thot, të falë, dhe një i gjallë thot, të kam falur, atëherë një lumturi kalon botët.